Drejtor, profesor i aktrimit, aktor vetë, në ditën botërore të teatrit, cila do ishte fjalia me cilën do ta fillojmë këtë intervistë? Të përzgjedhim një. Ta duam teatrin, ta respektojmë dhe të vim ta vizitojmë. Të jesh në krye si menaxhment, si drejtor, është e vështirë sa qenit aktor, për shembull, në një skenë teatri? Nuk e di, të jesh aktor është më vështirë. Të jesh në anën tjetër është pak më lehtë sepse është punë menaxhuese. Po nuk mungon kreativiteti edhe në atë anën tjetër. Ndoshta përgjegjësitë janë të ndryshme, por nuk e di, profesioni i aktorit është shumë i rëndë dhe kërkon sakrifica të mëdha. Ndërsa si menaxhues është më lehtë sepse nuk e ke atë përgjegjësinë që të shikon dikush që ke publikun aty dhe je nën presion gjithnjë, por menaxhuesi normalisht që të ndihmojnë edhe njerëzit përreth dhe je pak më i relaksuar.